E para herës, unë do të lidh edhe me retorikën e Zotit Muçi. Zoti Muçi mendon se nëse dikush vjen këtu dhe ju heq juve nga studio, mendon se nuk cënohet integriteti i kësaj studios. Pra ne të katër jemi të mjaftueshëm për këta që na ndjekin nga ekrani. Unë nuk besoj që jo se ju jeni një sekondë, pa ja ta marrë se s'u ndërprera. Unë besoj, jo, shumë e vend. Se Zoti Muçi tha nuk bie institucioni Rama mund ta marrë dhe ta ndryshoj. Po ta zëvendësoj, ta zëvendësoj. Jo se do prokuroria posaçme Zoti Muçi, jo se do gjykata posaçme Zoti Muçi, nëse s'ka prova. Se mund të marrin Blendin, mund të marrin dikën nga studio e heqin se duan ata. Nuk ka krahasimi fare. Po jo më ashtu the. S'ka vend krahasimi fare. Po ashtu e the. Nuk e thënon the, thënon vetëm ministrin. Nuk është cënuar në kompetencë. Zëvendësku edhe kanë pezullimi ka qenë nuk është cënuar në kompetencë. Po lutem pra tani, pezullimi ka qenë për zëvendësku ministrin, jo për ministren Belinda Balluku. Po përfshi dhe ministri, është dhe ministra. Po pra po, zëvendësku ministri është direkt mbas Edi Ramës. Kurse është Edi Rama, ka shumë rëndësi. Pra nëse Blendi ka një zëvendës tu, po prita bëhet shpjegueshme për ata që ndjekin nga ekrani. Ta shpjegoj. Jo, nuk të citova gabim, të citova siç e the. Jo, shembull nuk ka lidhje me një tjetër. Zoti Muçi, me gjithë respektin se pra Zoti Fevziu mund gjej një kontrafigur si në filma si vetë atij që i përngjan. Po që nuk e bën dot Zotin Fevziu dhe nëse unë vendos... Zoti Fevziu, por s'është i pander. Zoti Fevziu se s'jam drejtuesi i emisionit. Unë mund të ndryshojmë. Zoti Fevziu nuk ndryshohet, sepse nuk ngelemi pa kokë emisioni. Edhe nuk mund themi që me që ashtu pronari, po ashtu ikëm Fevziu se merr ky, dhe na sjellë një tjetër që mendon. Jo, nuk funksionon kështu. Kështu funksionon çdo ligj. Unë besoj se Spaku kryesisht i zbaton të gjitha masat shtrënguese, i zbaton si do ajo. Si do ai, më fal. E para herë masa shtrënguese për shembull Zoti Muçi ndaj Aristi Meburg, ndaj Zotit Velie, është pezullim apo nuk është pezullim? Mund të më shpjegoj Zoti Muçi kush janë kompetencat në Burg, s'është pezullim, është arresht në Burg. Po më thuaj në Burg, çfarë kompetencash ka Zoti Velie që është zëvendësuar nga Rama, firmos tjetër kush? Nuk është i pezulluar, për mua është i pezulluar. Për ju nuk është. Po nuk po flas de facto, unë po flas për institucionin. Pra de facto është pezullim. Mi pra tani ta bësh emisionin nga Skype-i dhe këtu nuk është e njëjta gjë. Këtë po them, për mua është pezullim. Po. Unë mendoj se është pezullim. Dhe nëse Rama duhet të reagonte për Zotin Velia, tani s'ka vini asnjë sepse nisi nga Balluku për mendimin tim. Po sy fare në diskutim. Jo, hym shumë diskutim. Sepse zëvendësimet nuk bëhen si do Spaku. Kur do të përdor 240 pritrat, o Zoti Muçi, po s'pom blen. Mbaroj se ta kuptosh. Ashtu më përgënjesh shtrop. Përdor 242-shin për Ballukun, përdor 238-ën për Zotin Veliaj. Për të dy janë pezullime. Është ndërhyrje totalisht e pushtetit gjyqësor, të ekzekutivit dhe të vendorit. Për mendimin tim, ju mund të keni mendim. Shtrimi kompetenca u kështu. Shtrimi kompetenca është tjetër gjë. S'ka ndryshim. Shtrimi kompetenca është tjetër gjë. Nuk ka. Po jo, është detyrimi Spaku ta marrë masën për mua. Si ta marrë? Po të mos ta marrë të masë më përgjithësi penale. Unë besoj, patjetër pra. Po Komisioni Venecias nuk u shpreh kot sot për kryebashkiakun e. Nuk u shpreh Komisioni Venecias për kryebashkiakun e Turqisë. Për këtë çështje nuk është shprehur asnjë. Edhe po ta arrestojnë. Po për të njëjtën ishte homologe. E morën tha, nuk justifikohet. Nëse edhe do të përcaktosh dhe afatet kur ta marrësh arrest me burg. Mund ta mbash 2-3 vjet Erion Velien. I mbaron mandati. Ban 2-3 vjet. Po ligji tani po ta interpretojmë ligjin. Po jemi mbi ligjin ne që votojmë. Ne jemi mbi ligjin që votojmë, sovrani është mbi ligjin që voton nëse ky që kërkon. Jo, është mbi ligjin. Flasim për sovranin dhe ligjin pas. Pa atë flet ligji, 242 i thotë që nuk bëhet me personat e zgjedhur sipas ligjit elektoral. Ashtu shumë bukur. Komisioni Venecias u shpreh sot që ndërhyrja, arrestimi i kryebashkiakut në Turqi, Stambolli dhe gjithë tjerëve dhe zëvendësimi e tyre me funksionar nga shteti quhet ndërhyrja check and balance, me fjalë ndërhyrja e pushtetit, qoftë të ekzekutivit me vendorit dhe u shpreh për të njëjtën çështje, në fakt Rama sot do dilte për Erion Velie, nuk do dilte për Ballukun. Sepse rasti homologut të Zotit Velie me Zotin Imanoglu ishte njësoj. Spaku s'duhet kërkonte pezullimin? Jo, s'duhet kërkonte pezullimin, po kemi një paqartësi edhe ne. Edhe ne bëjmë pastaj në për studio, kërkon arrest me burg për Velien dhe pezullon, për mua quhet pezullim, dhe pezullon zëvendëskryeministrin. Ore, nëse ti e bindur në prova dhe fakte, e para do përcaktosh... Ka një kriter. Mos ndërrim kompetencën e Spakut, kompetencën... Jo, unë ndërrim mendim. Ka ruajtur një balans më të
letë në masën e sigurisë. Ke rastin e kryemadit me Metën. Nuk është në lidhje balance, është vepra penale për cilët janë duke tuar. Zoti Veli hetojë vepra penale shumë të rënda, pastrim parave, korrupsionin. Grati ka pikë spaku. Me masa dënimi shumë të lartë deri 15 vjet burg. Kur Zoe Balluku është duke tuar vepra penale të 3 vjet burg. 3 vjet burg. Tani një pyetje kam. Atëherë kush, o zot, më fal zoti Muçi. Ku është egërsia e spakut për një vepër që shkon deri në 3 vjet burg? Po prit pa. Tani, që nuk e përcakton, zonja nuk ka rrezikshmëri artiki se iku dhe erdhi. Se ku ishte rrezikshmëria e largimit? Dhe ku gjykata kushtetuese pavarësisht se unë nuk ju dëgjova që tha që parlamenti mendova se kishte për vendimin e gjykatës kushtetuese individuale. Kur shpreh gjykata kushtetuese për zotin Berisha për punën e ndalimit pasaportës, si u shpreh? E mbani më? Jo proporcionale. Jo, pa një minutë ta sqarojmë këtë moment. Po pra, jo proporcionale. Mjafton detyrim paraqitje. Mjafton detyrim paraqitje. Po pse e bëri me Ballukun detyrim paraqitje dhe jo proporcionale prap? Po është drejta e gjykatës më të bëj. Ta është e drejta. Është drejta e gjykatës më. Po kush është gjykata fundit? Kush është zoti Muçi, më fal, kush është? Më edhe një herë të lutem. Ankim individual. Dashur zoti Muçi, ta marrim edhe një herë për ata që na dëgjojnë. Si fillojnë gradat e gjykatës? Shkalla parë, apeli, gjykata lart, po pse kush është kushtetuesja? Po është shpreh kushtetuese akta të tjerët. Po do ta vlerësojnë në çdo rast më. Po pse do vlerësojnë? Po çfarë jemi proporcionalitet? Po pse do ta vlerësojnë? Po do ta vlerësoj patjetër se do thonë jo proporcional prap. Do ta çojë individualisht. Kështu që jo proporcionale është prap jo proporcionale. Sepse gjykata u shpreh qartësisht në vendim e shpreh Zoja Balluka, të 3 kriteret plotëson, ka dyshime për largim, sepse është larguar një zëvendëskryeminist, ka dyshimin që po të si u largua i tjetri do ta mbajmë edhe këtë. Po ashtu është. Po mirë, dakord. Po mirë, se thotë gjykata, s'e mund, po e them do gjykata. Patjetër, po është e gabuar për mendimin tim. Ti mund të japësh, ju jeni ekspert, mund të jepni mendimin tuaj. Si prokuror, ish prokuror më fal. Dhe dëmton provat. Si do dëmtoj provat? Ti nëse si ke marrë? O, zoti Muçi, se kam respekt se keni qenë prokuror. Dakor. Ti mendon, më fal ju, mendoni se zonja Balluku, që ishte jashtë për punët e veta, punët e saj, dhe u kthye, ka rrezik të largohet prap kur u kthye që këta i dhanë masën? Apo mund të rinte atje ku ishte? Dhe unë nuk besoj se jo, të lutem, nuk kemi guilty by association. Zoti Muçi, nuk kemi guilty by association që do thotë, nuk mund të jem fajtor se u largua Ametaj. Sa ashtu i marrim gjithë, largohet një kriminal dhe barazon me çdo. Po kjo është arsye që vendos gjykata. Po jo, unë se besoj se është arsye shëndetshme. Nuk e besoj se është kjo arsyeja. Unë besoj se ato duan të bëjnë të lojën. E largojmë të kushtet e tjera i argumenton gjykata. Kush janë kushtet e tjera? Vazhdimin e aktivitetit kriminal. Masa Neni është deri në 3 vjet. Nuk e kalon 5 vjeçin. Kush janë kushtet e tjera? Ke lidh me 5 vjeçin. Po është mbi 5 vjeç. Rrezikshmëria kush është? Rrezikshmëria kush është? Hoxha. Rrezikshmëria e veprës penale dhe autorit. Kujt është? Çfarë është vepra? Një sekond, Muçi, vetëm një gjë. Akuza ndaj saj e shkeli pa bërë tender apo jo? Po, ka punë ministri drejt për drejt me tenderin? Fakti që prova tregojnë që ka ndërhyrë në tender, po ai mund të jetë ndikimi i ushtrimit. Ushtimi ndikim talishëm. Po. Megjithatë kështu ka vlerësuar sepse ne nuk po bëjmë analizë prova ashtu. Fakti që prokuroria thotë te Spaku që ka prova që ka ndërhyrë në përcaktimin e fituesit, është pavarësinë tendra. Edhe unë nuk jam i këtij mendimi, sepse këtij pavarësinë tendra kanë për mua në vlerësimin tim profesionalisht. Persona që janë përgjegjës për zhvillimin e tenderit, jo persona të tjerë, pavarësisht se mund të jenë edhe prorë tyre. Aty mund të kesh shpërblim detyre, pra kryen veprime në kundërshtim me përgjigjen e rregullat detyrës, mund të ketë ushtrim palishëm, ushtimi i ndikimit, megjithatë ky është vlerësi para prak. Kjo do ngelet fundit e hetimeve. E rëndësishme është që fakti penal ka një fakt fundimtar e hetimit. Diskutimi se janë fundimtare, jemi në fazën e parë të hetimit. Sa është marrë kalojnë akuzat të tjera. Jemi në fillim të hetimeve, por është fakt sipas akuzës dhe gjykatës. Sa mund zgjasin hetimet në këto raste? Hetimin 6 muaj zgjatin për këto vepra penale. Hetimet mund të shtyhen deri një vit. Po ka dhe një procedim për... Hoxha, pastaj s'dihet çfarë hapet rrugës.